Unë me fajt Shkodra dua të sqaroj gjithçka rreth rastit tim që datës 10 Gusht 2025. Pas 3 muajve, Mifail Shkodra u bë i gjallë nga arratia. Në një video 16 minutërshe të shpërndarë në Facebookun e tij, ai e dha verdiktin për ngjarjen ku ndodhi vrasja e 3 fisht në Gjilan më 10 gusht. Shkodra është i dyshuari kryesor për këtë rast. Të përfshirë dyshohet se janë edhe 2 djemtë e tij. Të 3 janë të pakapshëm nga autoritetet që nga ajo kohë. Policia dhe prokuroria speciale nuk kanë kthyer përgjigje për televizionin lidhur me këtë rast. Në video, Shkodra tenton disi të shfaqsohet për ngjarjen tragjike dhe rrethana tjera, ndërsa akuzon edhe politikane institucione për ato që i quan padrejtësi ndaj tij. Për rastin e vrasjes, ai thotë se konflikti nisi pasi Bujar Hoxha, familjari i viktimave, kishte kërkuar të blinte një vetur nga ai, por pati probleme me pagesën. Pasi kaloi koha fatit të dhënies së parave, Bujari filloi të sillet çuditshëm duke më thënë se ka frikë të dalë takua me ty. Unë i thaja pse të kesh frikë, ne kemi bërë pazar një vetur, ose ma këtë veturën time, ose me parat për të sa t'jemi marrë vesh. Pasi nuk arritën marrëveshje, vetura ishte planifikuar për konfiskim. Por para se të ndodhte kjo, familjarët e Hoxhës kërkuan një takim për sqarime. Në ditën e ngjarjes, Shkodra tha se nuk e dinte që Bujar Hoxha do të ishte prezent. Shkodra tha se sulmi filloi ndaj djemve të tij dhe se ai kishte shënë në ajër për të larguar turmën, pa e ditur se do të shkaktoheshin 3 viktima. Ai shprehu keqardhje dhe tha se do të dorëzohet në polici. Tu publikisht të them se unë dhe djemtë me do të dorëzohemi në polici dhe të vuajmë atë çfarë kemi bërë edhe pse nuk kemi dashur. Por eksperti i sigurisë, Avni Islami, vlerëson se po të ishte i pafajshëm, Shkodra nuk do të ishte arratisur. Kjo nuk e amneston me deklaratën të cilën e ka dhënë, sepse ai po të ishte i pafajshëm, do të vinte në Kosovë, do të japte dëshmitë e tij. Prandaj ai duhet vetë përballët me drejtësi. Sipas tij, videoja duhet të shtohet në listën e provave të prokurorisë. Do të hetohet dhe unë besoj që herë do kur do, ata do të kapin, do të arrestohen dhe do të cilën para drejtësisë. Lidhur me vrasjen e 3 fisht, Inspektorati Policor i Kosovës ka suspenduar 4 zyrtar policor në rajonin e Gjilanit në ndyshimin për përfshirje në veprimtari të kundërligjshme. Emrat e disa prej tyre janë përmendur edhe në videon e Shkodrës. Pra, se nuk e për Inspektorati Policor para se të ndodhte rasti tragjik i datës 10 Gusht 2025,